3 muaj pas publikimit të skandalit të vjedhjes së thesarit të shtetit në Bankën e Shqipërisë, prokuroria nuk di ende se ku kanë përfunduar 713 milion lek, ose nëse janë më shumë se kaq. Këtë e ka pranuar vetë kryeprokurori Adriatik Llalla në një intervistë për Zërin e Amerikës. Nga hetimet e deri tanishme ende nuk kemi një të dhënë konkrete për mënyrën se si kanë përfunduar këto dhe vende ku kanë përfunduar këto para. I pyetur për një sër çështjesh të tjera të nxehta si vrasja e bankierit Artan Santo, numri 1 i akuzës theksoi vetëm se po hetohet në disa drejtime, ndërsa në lidhje me çështjet e korrupsionit përmendi rastet e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë dërguar për gjykim, që sipas tij e bëjnë Shqipërinë shembull në rajon. Rasti i vrasjes së këtij bankieri, hetimet janë të gjithanshme. Pistat gjithashtu ka në dyshimet për mjaft version të ndryshëm për mënyrën ose qëllim për cilën është vrarë ky biznesmen, përgjigje të cilat do të marrin normalisht në vijim të procesit të këtij hetimi. Ne kemi dërguar përpara gjykatës, ashtu siç nuk ka ndodhur në të gjitha vendet e tjera të rajonit, gjyqtar apo prokuror, që është rasti i parë në Shqipëri, që brenda vitit janë dërguar para gjykatave 5 gjyqtarë dhe 1 prokuror të akuzuar për veprën penale të korrupsionit.